Ajetet tronditëse. Ka momente në Kuran që jo vetëm të informojnë, por ta rikalibrojnë mënyrën se si e sheh veten, përpjekjen tënde dhe pozitën tënde përpara Allahut. Të tilla janë ajetet 8, 9, 10 të sures El Muddathir. Ato vijnë pa paralajmërim, pa të përgatitur gradualisht, duke të goditur me shpërthimin e surit, trumpetës së Kiametit. Një tingull i përshkruar në një mënyrë që duket se i anashkalon veshët dhe godet drejt për drejt zemrën, duke shkullur çdo vetbesim të qetë që njeriu mund të ketë mbajtur deri në atë kohë. E kur t'i fryhet surit, atëherë ajo është ditë e vështirë. Për jo besimtarët është jo e lehtë. Surja Muddathir 80. Kurani nuk e paraqet ditën e gjykimit si diçka të largët apo abstrakte. Ai e afron në mënyrë shqetësuese, të vërtetë, konkrete dhe e përshkruan si të rëndë, të vështirë dhe dërmuese. Një ditë, serioziteti i së cilës ndihet madje edhe nga ata që ja kanë kushtuar jetën e tyre Allahut. Ajo që ja thellon edhe më shumë peshën këtyre ajeteve është se kjo skenë përfshin edhe vetë profetët. Isait, paqja e Zotit qoftë me të, i bëhet një pyetje që mbart një peshë të rëndë. A u the ti njerëzve të adhuronin ty si Zot? Frika dhe përulësia e ngulitur në atë moment na tregojnë gjithçka që duhet të dimë se sa i zbuluar dhe i pambrojtur do të ndihet çdo shpirt. Nëse një i dërguar qëndron me atë nivel përulësie, atëherë askush tjetër nuk ka të drejtë ta marrë atë ditë të lehtë. Shokët e profetit e kuptuan këtë instiktivisht. Kur i dëgjonin këto ajete, shprehjet e tyre ndryshonin, sepse ata nuk po dëgjonin si spektator. Ata e dëgjonin Kuranin sikur po u fliste drejt për drejt atyre, duke çmontuar supozime që me kalimin e kohës vendosen heshturazi në zemër, si ideja se përpjekja e sinqertë garanton lehtësi, se besimi automatikisht siguron shpëtim, ose se devotshmëria i jep njeriu të drejtën për një llogari të butë. Kurani i zëvendëson këto supozime me një realitet shumë më të sinqertë. Çdo individ do të qëndrojë vetëm përpara Allahut, pa asgjë tjetër përveç sinqeritetit, së vërtetës dhe një besimi të jetuar realisht. Statusi do të zhduket, titujt do të treten, edhe rolet për të cilat ishim të njohur në këtë botë do të zbehen, duke lënë vetëm atë që kemi qenë vërtet. Kjo qartësi nuk synon ta paralizoj zemrën me frikë, por t'i jap asaj drejtim. Ajo na mëson se përulësia është më e shëndetshme se vetë kënaqësia, se vetë reflektimi ka më shumë vlerë se vetë siguria, dhe se përgatitja e zemrës është një punë që në të vërtetë nuk përfundon kurrë. Këto ajete na ftojnë në një rishikim, jo të ambicjeve apo agjendave tona ditore, por të perspektivës, duke na kujtuar se suksesi i vërtet matet me sinqeritetin ndaj Allahut dhe me vetdijen për takimin që na pret. Ndërsa ecën përpara, rishiko supozimet që ke bërë për besimin tënd. Llogaritë vetëm përpara se të llogaritesh përpara Allahut dhe lejo që përulësia të frymësoj mënyrën se si adhuron, flet dhe merr vendime, sepse përgatitja për hajretin meriton më shumë seriozitet se sa përgatitja që bën për planet e rëndomta në këtë botë.